A mundet dikush ta lërbigjozin me një vendim të thjesht, apo duhet një punë e madhe? Kush e ndihmon ta lërbigjozin? Si terapiste, evidentoj se ka gjithmonë faktor emocional, të cilat janë shpeshherë edhe të fshehur në kohë, ndër vite, të cilat e shoqërojnë njeriu me parahati, ankth, pa mundësi për të menaxhuar sjelljet e veta impulsive dhe irrituese. Dhe prandaj dhe individi shkon drejt sjelljeve të tilla që është bigjozi. Më parë mendoj se një person që luan bigjoz nuk rikthehet më në sjelljen e tij të mëparshme që nuk loste bigjoz. Lajmi është i mirë. Bigjozi është një sjellje e rikuperueshme, e cila trajtohet nga psikoterapistët përmes ndihmës profesionale dhe të strukturuar. Rikuperimi realizohet me qëllim jo vetëm ndalimin e bigjozit, por shërimin e të gjitha problematikave të tjera të cilat kanë natyrë psikologjike. Çrregullimi i varësisë ndaj bigjozit, siç njihet literalisht me këtë term në manuale diagnostike të shëndetit mendor, është një problem i shëndetit mendor, i shëndetit publik dhe sjell sigurisht dhe problematika të tjera financiare. Shpesh, familjarët refuzojnë që ta drejtojnë këtë problem tek profesionistët. Ta adresojnë, po. Dhe kjo kthehet në një bumerang, në një katastrofë më të madhe familjare, duke dëmtuar familjen